Pjesa më e madhe e pallateve të vjetra në Lezhë kanë 8 të dëmtuara fasadat e tyre. Në Lezhë në fakt po ndërmerren një sër investimesh për shndërrimin e qendrës së qytetit dhe të infrastrukturës, ndërsa fasadat e pallateve duket sikur janë lënë më njanë. Lezhë njihet për historinë, kulturën dhe resurset e shumta natyrore, të cilat kanë tërhequr edhe vëmendjen e shumë vizitorëve. Së fundmi në këtë qytet po bëhen shumë investime, por që sërish ka elemente të cilët e kanë të nevojshme ndërhyrjen. Fasadat e pallateve të vjetra janë 8 të dëmtuara, duke krijuar një imazh as pak të këndshëm, duke filluar me ish pallatin oficerëve, i cili ndodhet në një gjendje të vështirë, me fasadën e dëmtuar, dritare dhe xhame të thyera, ballkone të cilat duket sikur do të bien nga momenti në moment. Dhe pavarësisht këtyre problemeve, në këtë pallat vijojnë të jetojnë shumë familje. Si ky pallat, në fakt në Lezhë ka edhe shumë të tjerë në të cilet jetesa është shumë e vështirë. Banorët jashtë kamerave shprehen se shpesh ju është premtuar rikonstruksioni i tyre, por që deri më tani asgjë nuk është bërë. Me heret Bashkia e Lezhës në bashkëpunim me Ministrinë e Energjetikës ndërmorën një projekt për rikonstruksionin e një pallati në qendër të qytetit, tashmë të përuruar. Shembulli i secilit u fol se do të zbatohet edhe në shumë pallate të tjera, por që deri më tani nuk është bërë i ditur asnjë projekt që do të ndërmerret për rikonstruksionin e fasadave të qytetit, që në fakt krijojnë një pamje të shëmtuar për një qytet i cili pretendohet se po rilind.